Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma pensionistë, mirëmbrëma palloshi i gjatë. Shikoni si ka ik gjaku, pik gjaku në fytyrë s'ka. E ka marrë te poshtë dhe nuk kthen më. Zoja zotërinj, motra vëllezër, pensionistë. Po vdes nën, po vdes. Thirrte para 90 vjetësh e ndjera Maria Tuci. Po vdesim fëmijë, po vdesim. Këtu në trojet arpënore, sepse na keni lënë të shkret, na keni lënë në dorë të një qeverie, në dorë të një komunisti, që nuk din gjatë tjetër vetëm të tradhtoje, të mashtroje, të gënjeje, të rëmbeje, vote të rëmbeje, njerëz të vrasit, të presit, të bëje gjithë të zezat mbi trojet shqiptare. Ne na takoj të punojmë në dy sisteme, në sistemin socialist dhe në sistemin kapitalist. Ndërtuam sistemin socialist për 30, për 40 vjet, punuam, ndërtuam diga, ndërtuam hidrocentrale, ndërtuam metallurgji, çfarë ndërtuam? Po ku e dishim ne se pas kim pa ndërtuar tani jetën për bllokment, të cilët furnizimet tona shkoshin atje, dilshin nëpër Europë, nëpër botë, dhe fshatari shkret, kënaqemi të copë bukë mistri. Edhe ata e kishte të thatë, hate bukë me bukë, sepse ushqimet ishin të pakta. Si tani në kohën e demokracisë, ne po ndërtojmë sistemin kapitalist. Përsëri në sistemin kapitalist, ne pensionistët ndërtuam sistemin kapitalist, po përsëri po punojmë dhe po kontribuojmë për këta, sepse janë të bitë e bllokmenve, janë nipat, janë besat, janë fëmijët, janë të gjitha ata që ishin atëhere që janë edhe sot. Me ka taku shpesher të jetoj me pensionista. Qahen pa fund nga halli se si t'ja dalin me një pension 100 deri 200 euro. Më thoni ju si mund të jetoj një pensionist me kaq kur ilaçet i shkojnë 200.000 lek ose 200 euro. Se tani ka shku euro, leku ka shku aty bile. Me shkue diku për kreshnosh me 50 euro, nuk ta din për njerë, sepse ka ra poshtë 50.000 lekëshës. Kështu që shive që fa na kanë bo, edhe euro ne kanë zhvlerësuar. Pse është vlerësu euro? Dihe dhe jo punë. Zonja e Rama, Linda Rama, si ashtë e ke banka, mbledh euron, sa ma poshtë që të siguroje brez mas brezi, të siguroj jetën e lumtur të fëmijëve, të çfarë do të lindin pas këtij që e ka me zotin Rama. Me të ka takur të flas edhe me pensionista që janë shumë socialista dhe që nuk vinë këtu sepse kanë një fëmijë në administrat, kanë një nip, një mbes, diku që punon. Dhe janë të merrsisht, të trembur, të irrituar sepse nuk ja dalin do ta përballojnë këtë lloj katrahure që kemi në drejtimin e shtetit tonë. Para disa ditësh dëgjova në një gazetë që ka bën një anketë. Në këtë anketë na dil ka fituesi dhëndri Trumpit, një serb që quhet Kushner, pas ka filluar me ble, tani gjithë e dim që ka ble Sazanin. Kjo është një tradhti kombëtare. Unë e ndjej me tanë shpirtin tim se kjo është një vegël serbe e shitur nga Edi Rama për zaptuar njëherë Sazanin, mrapa për të marrë Vlorën, mrapa për të marrë pikat e tjerë, se Durrësi është marrë nga Arapët, dihet e punë. Kështu që ky na ka tradhtuar 100%. Në rast se ka tradhtar të kombit shqiptar, është ky palloshi i gjatë që emrin s'ka mi vunë, po ja ka vunë vetë Lubia e shkret, që ndoshta merr përsipër dhe i bartëron. Tani, unë personalisht ju bëj thirrje të gjithë pensionistave shqiptarë. Në rast se keni një zgjak shqiptar, thirrni bitë tuaj atje ku i keni në emigrim, të vinë ta ndihmojnë popullin shqiptar. Kemi nevojë për inxhiniera, kemi nevojë për jurista, shumë. Juristat na duhen urgjent, sepse demokracia do të fitojë një ditë dhe i duam ata që të japin drejtësinë. Drejtësinë nuk e bëjmë dot as me këtë spak që kemi në sot,
as me kolegjët, as me ato që janë në organet gjyqësore, sepse të gjithë janë bijtë e bllokmenve. Pra, ne jemi sot në mes të 4 rrugëve. Pra, ne të zgjohemi, ju bëj thirrje edhe një herë, popull shqiptar, sidomos ne pensionistët, sepse jemi 70% të popullsisë. 70% jemi se pjesa tjetër ka hik. Janë mbyll shkollat, janë mbyll qerdhet, kofshat, qendra shtetësore. Ku do të shkojmë ne tani? Ti përcjellim të gjithë në emigrim. Jo, ju bëj thirrje, sidomos diaspora, na ndihmoni përsëri të arrijmë këmbë Shqipërinë. Faleminderit shumë.